Këtë herë goditi në shenjë dhe u kthye nga Kairo me medaljen e bronz në kampionatin botëror të qitjes. Po flasim për qitësin profesionist Henry Rufa, që i solli Shqipërisë një rezultat mjaft pozitiv në këtë disiplinë. Unë sapo jam kthyer nga kampionati botëror i qitjes, së mbajtur në Kairo, ku pata nderin të merr një medalje të bronzë. Ky është një rezultat që justifikon punën e palosme, vite të tëra, domethënë sakrifice, por nuk është vetëm rezultati im, pasi kam pasur mbështetjen e trajnerëve, skuadrës, edhe miqve të mi. Kjo është medalja e dytë e marrë në kampionat botëror dhe kjo medalje vjen pas 40 vitesh. Jo rastisht 28 vjeçari nga Durrësi është aq i përkushtuar në sportin e qitjes, pasi tradita familjare flet shumë në këtë drejtim. Ai është djali i Stefan Rufës, qitësit kampion dhe presidentit aktual të Federatës Shqiptare të Qitjes. Babai im ka qenë qitës, ka qenë kampion. Unë që i vogël, në moshën 10 vjeçare, shkoja dhe u angazhoja, domethënë thjesht e vizitoja si sport shija, isha thjesht një spektator. Në kalimin e viteve, më hypi dëshira që ta provoj edhe unë që jo. Dhe aty filloi, në moshën 15 vjeçare, unë marrë pistoletën time të parë, domethënë bëra gjyqjen time të parë, edhe rezultatet gjithmonë vishin e urrisnin. Palestra e stërvitjes në Pallatin e Sportit Ramazan Njala ofron për ekipin e qitjes së klubit Shumë Sportësh Teuta kushte optimale për sportistët në të njëjtat parametra teknik si jashtë vendit. Për Henrin dhe qitësit e tjerë të ekipit, ky fakt ndikon së tepërmi në arritjen e rezultateve të larta në kompeticionet kombëtare dhe ndërkombëtare. Ne u bëm rreth një viti që bashkia na ka dhënë këtë ambient këtu në Pallat Sportit dhe le të themi që është njësoj si të marrësh pjesë në garat ndërkombëtare, kështu janë dhe targetat tonë të vendosura, domethënë është fjala e fundit e teknologjisë. Fitimi i medaljes së bronzë i ka rritur dhe më shumë pritshmëritë dhe objektivat që Henri i ka vënë vetes për të ardhmen. Kemi një kalendar ngjeshër, le të themi, ditën tjetër, duke filluar nga shkurti, kemi në Gjermani, prapë është një kupë bote, kemi kampionate europiane dhe gjithmonë duke filluar nga viti tjetër ne synojmë dhe të kapim dhe një kohë për lojrat olimpike, pasi atëherë fillon. Por pjesëmarrja në këto gara ndërkombëtare ka kosto dhe për këtë arsye, qitësi Henry Rufa apelon për më tepër mbështetje për sportistët. Problemi jonë më i madh është të na mundsojnë rrugën që të marrim pjesë në këtë gara. Kjo është domethënë problemi jonë më i madh. Unë kam pas mbështetje shumë madhe nga familja, në rrugët që nuk na mbulonte shteti, më financonte familja. One athlete from the Albanian delegation will participate in the competition.